Horoskopi ditor, dashi, një ditë për të eksploruar dhe reflektuar. Dash, këto ditë ndjenja jote për të zgjeruar horizontet personale është e fuqishme. Një ide e re ose një interes i papritur mund të të frymëzojë dhe të shtyjë drejt njohurive të reja. Ke njohuri të madhe për përvojë dhe mësim, duke kërkuar mënyra për të kuptuar më mirë botën dhe vetveten. Megjithatë, sot mund të ndihesh i vështirë të bësh një zgjedhje të kënaqshme. Duket sikur çdo vendim të sjellë një humbje të mundshme, dhe edhe përpjekjet për të shmangur tensionin nuk do të shpëtojnë nga ndjenja e fajeve ose shqetësimi. Kjo mund të bëjë që disa njerëz të dyshojnë ose të tërhiqen, duke krijuar një atmosferë të ndjeshme rreth teje. Çështjet e komplikuara mund të lidhen me kushtet personale, ndarjen e përgjegjësive dhe zotërimin e gjërave. Por këtu qëndron fuqia jote, të pranosh një farë anonimiteti ose një pakënaqësi të përkohshme të mundson të vëzhgosh, të rishikosh dhe të riorientojë energjinë tënde ose planet e ardhshme. Sot është një ditë për reflektim të qetë, për të marrë frymë thellë dhe për të kuptuar se ndonjëherë pushtimi më i madh është të dish kur të qëndrosh në hije dhe të mësohesh nga rrethina. Demi, ditë për rritje dhe përmirësim personal. Demi, dëshira jote për të përmirësuar veten dhe për të ecur përpara është fuqishme këto ditë. Ndër veprimet të sinqerta dhe ndarja e përvojave me të tjerët mund të sjellin përfitime të papritura, ndaj mos i injoro. Sot mund të ndihesh tërhequr nga modelet e vjetra të sjelljes, ato që në të kaluarën nuk të kanë shërbyer mirë. Por rikthimi te këto modele shpesh sjell reagime negative dhe tensione të panevojshme. Është koha për të mbajtur mendjen të hapur dhe për të provuar mënyra të reja lidhjeje dhe bashkëveprimi. Çfarëdo konflikti që lind sot mund të përdoret si karburant për përmirësimin personal. Durimi do të jetë aleati yt, edhe pse mund të ndihesh në humor për të mos u përshtatur me dëshirat e të tjerëve. Një dilemë e vogël mund të krijojë ndjesinë e paqartësisë, ndërkohë që duket sikur di saktësisht çfarë do, një pjesë e jotja tërhiqet dhe heziton. Megjithatë, sot je veçanërisht i vëmendshëm ndaj çrregullimeve dhe balancës së gjërave. Kur e përqendron energjinë, mund të arrish shumë në rikthimin e rendit dhe harmonisë, qofshin ato marrëdhënie, detyra apo projektet e tua. Sot është një ditë për të vëzhguar, përmirësuar dhe vendosur gjërat në vendin e duhur, duke përdorur përvojat e vjetra si mësime dhe energjinë e brendshme për të krijuar përparim. Binjakët, ditë për të vëzhguar dhe reflektuar në marrëdhënie. Binjak, sot mund të ndihesh sikur diçka nuk shkon në marrëdhëniet e tua. Një ndjesi e lehtë mbytjeje ose presioni mund të bëjë të mendosh se dikush po të kufizon ose po të pengon, por kjo është thjesht një iluzion i situatës. Edhe pse marrëdhënia jote mund të sjellë kënaqësi të veçantë, qartësia rreth punës, shëndetit ose çështjeve të tjera praktike mund të mungojë sot. Pse? Sepse ndonjëherë je shumë afër situatës, duke u shqetësuar pa nevojë ose duke i analizuar gjërat tepër thellë. Nëse ndodhin çështje të vjetra që rikthehen, sot nuk është koha më e mirë për të folur për to, sepse biseda mund të kthehet në rreth vicioz. Është momenti për të identifikuar modelet që nuk të shërbejnë më, për të kuptuar çfarë duhet lënë pas. Idetë dhe premtimet e reja që mund të shfaqen sot nuk kanë shumë qëndrueshmëri. Por kjo nuk do të thotë që nuk mund të shijosh mundësinë për të eksploruar opsione të reja dhe mundësi të ndryshme. Kujdes, fokusi yt mund të jetë i shpërndar. Ndaj sot nuk është dita më e mirë për të marrë vendime serioze ose për të bërë punë që kërkon të dhëna dhe analizë të thellë. Përkundrazi, shfrytëzo ditën për të vëzhguar, reflektuar dhe për të kuptuar ku duhet të ndryshosh qasjen në marrëdhënie dhe situata personale. Sot është një ditë për të mësuar nga situatat dhe për të parë madhësinë e opsioneve, pa u stresuar për përfundime të menjëhershme. Gaforia, ditë për reflektim. Gafore, energjitë e sotme nuk janë më të mirat për të kërkuar këshilla ose për të mbërthyer nga shqetësimet e tua lidhur me marrëdhëniet. Mund të ndihesh e humbur kur përpiqesh të kuptosh motivet e dikujt, fjalët, veprimet apo indiferenca e tyre mund të duket e paqartë. Në vend që të stresohesh për situatën, është më mirë të shijosh ndjesinë e autonomisë dhe hapësirës personale për tani. Kthehu tek çështjet kur të tjerët janë më të vetëdijshëm për veprimet dhe fjalët e tyre. E vërteta është se mund të ndihesh luhatës gjatë ditës, një moment plot besim dhe energji, momentin tjetër i pasigurt.
por mos u shqetëso, këto luhatje nuk do të pengojnë në mënyra serioze. Sot është dita e duhur për të ngadalësuar ritmin dhe për të vëzhguar se ku mund të humbësh diçka të rëndësishme. Dëgjo me kujdes atë që intuicia jote po përpiqet të thotë, por prit për qartësi, e cila shpesh vjen pasi të kesh fjetur mbi problemin. Kjo është një ditë për të mësuar të besosh vetes dhe perceptimeve të tua, duke përdorur reflektimin dhe durimin si aleat për të marrë vendime më të mençura. Luani, një ditë për krijimtari dhe vëzhgim. Luan, energjitë e sotme nuk janë ideale për të kërkuar përkushtim ose përgjigje të qarta. Diçka mund të duket në ajër e paqartë dhe mund të ndihesh sikur nuk ke kontroll mbi situatën. Është dita perfekte për të punuar në hobi, projekte personale dhe për të bërë gjën tënde, pasi aty mund të lulëzosh. Por përgjigjet nga të tjerët sot mund të jenë të paqarta ose jo të besueshme. Mund të ndihesh i ngatëruar kur vendosësh nëse duhet të qëndrosh me metodat e vjetra ose të provosh diçka të re dhe të guximshme, edhe pse mund të krijosh lidhje të reja që janë shpërfillur më parë. Mund të jetë më mirë të presësh para se të veprosh mbi një ide ose të mbyllësh një marrëveshje. Keqkuptimet mund të jenë pjesë e ditës, duke qenë pak irrituese ose shpërqendruese. Madje gjestet dhe sinjalet nga ana jote mund të mos kuptohen siç i ke menduar. Sot është një ditë për të vëzhguar, reflektuar dhe për të krijuar, duke lënë vend për qartësi më vonë. Nuk është dita për vendime të nxituara, përdor energjinë për krijimtari dhe rritje personale, duke ruajtur besimin te aftësia jote për të vepruar në momentin e duhur. Virgjëresha, sot mund të ndihesh se ke rezistencë ndaj bashkëpunimit me të tjerët, duke preferuar të ecësh me ritmin tënd dhe të veprosh në mënyrë të pavarur. Edhe pse kjo është natyrale për ty, pasiguria e grumbulluar mund të bëjë të dyshosh dhe të ndihesh në dyshim. Mund të ndihesh pak e lodhur ose e rënduar, por shpesh mjafton një hapësirë e vogël për të riorganizuar mendimet dhe për të kuptuar hapat e ardhshëm. Disa pengesa të vogla mund të dalin sot, duke të detyruar të bësh përmirësime dhe rafinime në planet e tua. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të marrë gjërat më qetë dhe për të planifikuar mentalisht hapat e ardhshëm. Përkundër përgjegjësive të shumta që mund të kesh marrë këtë javë, sot ndihesh më i sigurt se mund të përballosh gjithçka që të ka ardhur në dorë. Vërehet një ulje e vogël në motivim ose ndjeshmëri më e lartë. Por kjo është një shenjë që duhet të kujdesesh për energjinë dhe kohën tënde, duke u fokusuar në organizim, reflektim dhe përparim gradual. Sot është një ditë për të pranuar përgjegjësitë pa stres dhe për të vepruar me mençuri, duke ecur hap pas hapi dhe duke ruajtur qetësinë dhe fokusin. Peshorja, peshore, hëna hyn sot në shenjën tënde, duke shënuar fillimin e një cikli të ri 4 javor hënor. Ky është momenti për një rigjallërim emocional të vogël, një ndjesi që të fton të rishikosh ndjenjat dhe prioritetet e tua. Megjithatë, tranzitet e veçanta të ditës mund të sjellin dyshime të përkohshme ose pasiguri, sidomos kur bëhet fjalë për partnerin, marrëveshje biznesi apo çështje financiare. Edhe pse dëshiron të marrësh një vendim dhe ta mbyllësh çështjen, sot nuk është dita për nxitoj. Vendimet e nxituara mund të shkaktojnë më shumë konfuzion se sa qartësi. Me këto energji, mund të ndihesh më i gatshëm të lejosh gjërat të ndodhin vetë, sesa të marrësh kontrollin e plotë. Ndonjëherë mund të tërheqë tërheqja apo shmangia e situatave që nuk ndihesh gati t'i përballosh. Sot është më mirë të lësh mënjan përkohësisht vendimet që kërkojnë analizë të fakteve dhe të përqendrohesh tek idetë e mëdha, vizionet dhe mundësitë kreative. Përdor këtë kohë për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe për të parë panoramën e madhe para se të veprosh. Akrepi, akrepe, sot energjitë tërhiqen drejt një hapësire më të qetë emocionale, pasi hëna hyn në shenjën pas shenjës tënde, duke sinjalizuar një periudhë të shkurtër reflektimi dhe tërheqjeje për disa ditë. Megjithatë, mund të ndodhin dyshime ose pasiguri, por asgjë që nuk mund të zgjidhet me durim dhe kujdes. Vendimet nuk duhet të merren me ngut, nëse diçka nuk mund të rregullohet menjëherë, mos u shqetëso shumë, ruaja atë për një kohë kur ke më shumë durim dhe mundësi për të arritur në thelb të situatës. Sot besimi në vetvete mund të pësojë një ulje të vogël, por kjo është thjesht pjesë e rrjedhës natyrale të energjive.
Mund të ndihesh se nuk je në harmoni me të tjerët në disa momente, veçanërisht me avancimin e ditës. Megjithatë, nëse shmang shqetësimet për detajet e vogla, dita do të kalojë pa probleme. Ky është momenti i përshtatshëm për të mbledhur mendimet, për të reflektuar mbi emocionet dhe për të përgatitur terrenin për vendime më të mëdha. Sot është një ditë për të lejuar qetësinë të udhëheqë dhe për të punuar me energjitë e brendshme, duke ruajtur fokusin dhe qartësinë e mendjes. Shigjetar, sot mund të jetë sfiduese të mbash një orës të rregullt për shkak të shpërqendrimeve dhe ndërprerjeve që janë të vështira për të shmangur. Mund të ndihesh pak i paqet ose i pasigurt, ndaj sot është më mirë të jesh sa më fleksibël të mundesh, edhe pse duket se gjërat nuk janë të qarta. Çështjet e vogla që të shqetësojnë mund të çojnë drejt mundësive më të mëdha dhe më të mira. Nuk është dita për të marrë vendime të sigurta apo për të kërkuar përgjigje të përhershme. Shumica e njerëzve përreth nuk e dinë saktësisht se çfarë duan sot. Sot është dita për të ndarë informacion, për të vëzhguar dhe për të shijuar rrjedhën e ngjarjeve, në vend që të shqetësohesh për rezultatin final. Megjithatë, duhet të jesh ekstra i kujdesshëm në komunikim, sepse keqkuptimet mund të ndodhin lehtë. Përdor këtë ditë për të mësuar nga situatat, për të mbledhur informacione dhe për të qëndruar i hapur ndaj mundësive të reja, duke ecur me rrjedhën dhe duke ruajtur qetësinë e mendjes. Britsjapi, një ditë për rregullim dhe vetë kujdes. Britsjap, energjitë e sotme mund të jenë pak të paqëndrueshme dhe ritmi mund të duket i çrregullt për shkak të aspekteve të vogla sfiduese. Nuk është asgjë që nuk mund të përballosh, por mund të ndjesh një ndjesë ecë ndalo, ku përpjekjet nuk shkojnë gjithmonë sipas planit. Fokusohu tek ato gjëra që të bëjnë të ndihesh i qëndrueshëm dhe i sigurt, sepse ato janë baza jote në ditë të paqëndrueshme. Nëse ndihesh i lodhur ose nuk ke energji për të vepruar, kjo mund të jetë një shenjë që ke nevojë për një pushim të vogël nga rutina. Sot nuk është dita për të shtyrë për një zgjidhje të menjëhershme për një problem. Ndoshta më mirë është të tërhiqesh pak, të marrësh hapësirë dhe të vlerësosh situatën nga larg. Ka një dallim të vogël mes dëshirave dhe realitetit, por nuk ja vlen të humbasësh energji duke u ndjerë i dekurajuar. Kjo është një ditë për të dhënë vetes një pushim të merituar, për të reflektuar mbi prioritetet dhe për të rishikuar planet me qetësi, duke u rikuperuar dhe duke u përgatitur për veprime më të fuqishme nesër. Ujori, sot mund të kesh vështirësi të përqendrohesh në detyrat e rëndësishme, pasi mendja jote është e trazuar dhe energjitë shpesh largohen nga fokusi. Është e rëndësishme të mos nxitoj vendimet, sepse veprimet e nxituara mund të çojnë në keqkuptime ose stres të panevojshëm. Mund të bësh shumë për veten duke reflektuar mbi çështjet e pazgjidhura emocionale ose marrëdhëniet e lënë pas dore, sepse ato mund të ndikojnë në gjendjen tënde aktuale. Por sot mund të jetë e vështirë të diskutosh çështje të ndërlikuara ose tabu pa ndjerë një farë sikleti ose të qenit jashtë ritmit, edhe nëse mendon se duhet të konfrontosh dikë për një problem që të shqetëson. Sot mund të ketë pengesa që të mbajnë pasiv. Dritarja për të vepruar do të hapet më vonë, ndaj durimi është qelësi. Nëse nuk ndihesh veçanërisht i motivuar sot, energjia mund të bjerë. Kjo është arsyeja për të zgjedhur me kujdes se ku e investon energjinë, duke u përqendruar më shumë tek rilidhja me vetveten dhe rigjenerimi, sesa të shtysh veten. Kohët e ardhshme janë të shkëlqyera për të rikthyer besimin, fokusin dhe qetësinë mendore, duke e bërë këtë një ditë për reflektim strategjik dhe rregullim të energjive personale. Peshqit, një ditë për vëzhgim dhe strategji. Peshq, sot mund të hasësh pak shgënjime ose shqetësime të vogla, mund të ndihesh i dëshpëruar nga burime që zakonisht i beson, ose të kesh vështirësi për të marrë një vendim të qartë. Sot nuk është dita për veprime të nxituara. Më mirë është të vëzhgosh, të reflektosh dhe të marrësh informacion para se të ndërmarrësh veprime konkrete. Energjia të duhet të ruhet për ato gjëra që janë vërtet të rëndësishme dhe që kërkojnë fokusin tënd maksimal. Këto ditë janë të përshtatshme për zgjidhjen e problemeve, bërjen e listave dhe organizimin e gjërave, duke të ndihmuar të kesh një qartësi më të madhe për hapat e ardhshëm. Nëse të lë ndonjë dilemë, merr pak hapësirë dhe lejo që zgjidhja të vijë në mënyrë organike. Sot është një ditë për të mësuar nga situatat, për të përvetësuar